Pse të rinjt nuk duan të martohen më? Dikur martesa ishte qëllimi përfundimtar i çdo lidhje. Sot, jo më brezi i ri, po sheh martesën me sy të ndryshëm, jo më si një detyrim shoqëror, por si një zgjedhje personale që shpeshherë nuk bëhet fare. Liria personale është prioritet. Shumë të rinj e shohin martesën si një ndalesë në udhën e tyre drejt vetë realizimit, liria për të udhëtuar, eksperimentuar, ndëruar mendje apo thjesht për të qëndruar vetëm ka më shumë vlerë se sa një certifikat martese. Frika nga dështimi dhe divorci. Në një shoqëri ku ndarja është gjithmonë dhe më e zakonshme, martesa nuk është më simboli përjetësisë. Frika nga divorci, kostot emocionale dhe financiare të tij i bëjnë të rinj të hezitojnë të hedhin hapin e madh. Kriza ekonomike, kriza dashurie. Çmimet e larta, mungesa e stabilitetit financiar dhe vështirësitë për të siguruar një jetë të pavarur bëjnë që shumë të rinj të ndihen të papërgatitur për martesë. Shumë kush zgjedh bashkëjetesën si një alternativë më fleksibël. Dashuria ka forma të tjera. Tashmë është normale të jesh në një lidhje afatgjatë pa u martuar. Lidhjet moderne janë më pak të ndërlikuara nga norma sociale dhe më shumë nga mirëkuptimi mes partnerëve. Pse të martohemi kur gjithçka funksionon edhe pa firmë? Martesa nuk është më detyrë. Dikur, sidomos për gratë, martesa ishte rruga e vetme për të patur status, siguri dhe qëllim në jetë. Sot gratë janë të arsimuara, punojnë dhe zgjedhin. E vetmja arsye për të martuar sot është dashuria e vërtet dhe kjo nuk ndodh shpesh.